Një shpërthim tritoli ka tronditur zonën e Shkozës në Tiranë orët e para të mëngjesit të kësaj të hëne. Një sasi eksplozivi është vendosur pranë një marketi, objekt në pronësi të Lulzim Likës. Babai të Aldo dhe Ali Lika të shpallur në kërkim nga policia si autor të dyshuar të atentatit të ndodhur një javë më parë ndaj Kedi Spajës. Në këtë atentat mbeti i plagosur në këmbë shoku i Spajës, efektivi i policisë Angelo Kumaraku. Burime bëjnë me dije se ngjitur me marketin ndodhet edhe një lokal i cili është në pronësi të djalit tjetër të familjes Lika. Grupi hetimor pjesë kryesore ka hakmarrjen për shkak të atentatit të mbrëmjes së 18 majit. Kamerat e sigurisë kanë filmuar autorin e vendosjes së tritolit, i cili i maskuar lë sasin plasëse dhe më pas largohet në këmbë në Rrugica. Dyshohet se është larguar drejt zonës së freskut duke humbur gjurmët. Dy vëllezërit e shpallur në kërkim, Aldo dhe Ali Lika, përpara disa muajve kanë patur një konflikt për një çështje borxhi me Kedi Spajën. Ky i fundit më herët ka dhunuar dy vëllezërit për shkak se këta të fundit nuk i kishin kthyer 10.000 euro borxh që i kishin marrë për bixhoz. Pas konfliktit, Spaja qarkullonte i armatosur pasi i druhej një atentate. Në muajin janar ai kapet në një automjet me një pistolet nga policia, ku gjykata e lën në arrest shtëpie. Spaja e thyente masën e sigurisë duke dalë jashtë banesës. Mbrëmjen e 18 majit ai ishte së bashku me shokun e tij, policin Kumaraku, në afërsi të banesave të tyre kur u bë edhe atentati. Plumbat prekën në këmbë efektivin e komisariatit numër 4. Gjatë dëshmisë së tij parahetuesve, Kumaraku deklaroi se nuk kishte njoftuar strukturat policore për thyerjen e masës së sigurisë nga fëmijë i tij. Ai pohoi gjithashtu se me të njiheshin prej vitesh që nga fëmijëria dhe se në momentin e atentatit ndodheshin në një rrugicë pranë banesës.